Liçeni i Shkodrës. Kjo pasuri e pazëvendësueshme natyrore kërkon vëmendjen dhe kujdesin e gjithëve. Kujdes. Shkaktojnë ndotjen e ujit të liçenit, sedimentet, plehrrusit, kimikatet dhe lëndët toksike, ujërat e zeza, produktet e naftës dhe vajrat lubrifikante, mbetjet shtëpiake. Sedimentet shkaktojnë dëmtim të bimëve dhe organizmave të tjera ujore. Parandalimi i ndotjes me sedimente bëhet duke evituar erozionin dhe prerjen e pemëve pranë liçenit, si dhe duke rimbjellë pjesët e zhveshura nga bimësia. Kimikatet dhe lëndët toksike shkaktojnë rritje të bimësisë ujore, pakësinë të oksigjenit në liçen dhe ngordhjen e peshkut apo të organizmave të tjera ujore. Parandalimi i ndotjes me lëndë kimike dhe toksike bëhet përmes përdorimit me kujdes të plehrave kimike dhe pesticideve, përdorimit të materialeve organike në vend të atyre kimike, si dhe kontrollit mbi lëndët toksike. Ujërat e zeza shkaktojnë eutrofikimin e liçenit, lulëzimin e algave, paksimin e oksigjenit dhe ngordhjen e organizmave ujore, duke përfshirë edhe peshqit. Parandalimi i ndotjes nga ujërat e zeza bëhet duke evituar derdhjen e tyre në liçen, si dhe duke pastruar rregullisht gropat septike. Produktet e naftës dhe vajrat lubrifikante shkaktojnë dështimin e vezëve dhe ngordhjen e peshkut dhe shpendëve. Parandalimi i ndotjeve me produktet e naftës dhe vajrat lubrifikante bëhet duke evituar rrjedhjen e tyre nga automjete të ndryshme, si dhe duke i depozituar ato në kontinjere të mbyllura. Mbetjet shtëpiake shkaktojnë ndotje të gjithanshme të ujit të liçenit, duke e bërë atë të pafrekuentuar për notim. Parandalimi i ndotjeve me mbetje shtëpiake bëhet duke i hedhur ato në vendin e caktuar dhe duke i depozituar në landfillin përkatës. Mbroni zonën buferike të liçenit, pasi ajo shërben për të penguar dhe reduktuar ndotjet e ndryshme, si dhe për të stabilizuar bregun e liçenit kundër erozionit. Mbrojeni atë nga prerjet e pemëve, nga erozioni edhe barrat e këqija. Le të kontribojmë të gjithë në pastrimin edhe ruajtjen e liçenit të Shkodrës.